Dashi. Gjatë kësaj dite do i pranoni edhe defektet tuaja dhe do bëni të pamundurën për të ndryshuar sjelljen jo të mirë. Ju të dashuruarit do i jepni prioritet absolut jetës tuaj në çift dhe marrëdhënia me partnerin ka për të qenë e jashtëzakonshme. Ju beqarët do ndjeni tërësisht të braktisur nga yjet sepse nuk do mund të realizoni asnjë nga takimet që keni ëndërruar. Në punë do ju kërkohen disa gjëra me urgjencë dhe pavarësisht ankthit dhe merakut do i mbaroni në kohë. Financat do fillojnë dalë ngadalë të përmirësohen dhe do keni mundësi të bëni edhe investime afatgjata. Shëndeti, kujdesuni për sistemin nervor sepse lodhja mendore mund t'ju rëndojë. Pushoni her pas here. Këshilla, mos u kritikoni shumë. Ndryshimi vjen hap pas hapi. Demi. Nuk priten trazira gjatë kësaj dite kështu që do ndiheni gjithkohës të qetë. Për ju të dashuruarit priten momente të qeta dhe pa probleme. Do bëni atë që do ndjeni dhe nuk do keni as mosmarrëveshjen më të vogël. Ju beqarët duhet të jeni më të logjikshëm me personat që do takoni dhe nga ana tjetër duhet të tregoheni serioz. Vetëm në këtë mënyrë do tërhiqni më tepër vëmendjen. Në punë do ju jepet një detyrë e re. Fillimisht gjërat do ju duken të ndërlikuara, por pak nga pak gjithçka do kalojë në normalitet. Ju jeni të aftë të arrini çdo gjë, thjesht duhet të bindni veten. Financat nuk do jenë të këqija, prandaj mund të kryeni edhe ndonjë shpenzim më shumë. Shëndeti, qëndroni aktiv me lëvizje të lehta. Trupi juaj reagon mirë ndaj ritmit të qëndrueshëm. Këshilla, gjykoni më pak me zemër dhe më shumë me logjikë. Binjakët. Gjatë kësaj dite do jeni më të vendosur për t'i çuar gjërat deri në fund dhe asgjë nuk do ju duket e pamundur. Për ju të dashuruarit e sotmja do jetë e qetë. Do keni më tepër kohë për të kaluar me partnerin dhe do diskutoni qetësisht me të për gjithçka. Ju beqarët do kaloni momente të këndshme fal disa personave që keni pak kohë që i keni njohur. Shumë shpejt mes jush do krijohet një lidhje edhe më e ngushtë. Në punë duhet të reflektoni me kujdes para se të hidhni hapa. Me këmbëngulje dhe durim mund të arrini edhe më shumë nga sa e kishit imagjinuar. Financat nuk do jenë të këqija, megjithatë çdo hap duhet hedhur me maturi. Shëndeti, qetësoni mendjen me pak aktivitet fizik ose ajër të pastër. Mendimi i tepërt mund t'ju lodhë. Këshilla, shmangni vendimet e nxituara, dëgjoni instinktin. Gaforja. Gjatë kësaj dite do jeni kureshtar dhe të gatshëm për të provuar gjëra të reja. Nëse keni një lidhje duhet ta mbroni me çdo kusht lidhjen tuaj pasi do ketë persona të shumtë që do mundohen t'u aprishin planet dhe harmoninë. Ju beqarët do keni vetë mundësi për disa aventura kalimtare, asgjë më tepër se sa aq. Në punë do ketë ndodhi të reja që do ju japin më shumë besim tek vetja dhe më shumë dëshirë për t'i çuar gjërat para. Mos u ndalni për asnjë moment. Me financat mos bëni çmenduri sepse atëherë kur nuk do e prisni situata do ju dalë jashtë kontrollit. Mendoni pak më shumë për të ardhmen. Shëndeti, mund të ndjeni lodhje emocionale. Shmangni njerëzit që ju shkarkojnë energjinë. Këshilla, vendosini kufit dhe mos toleroni ndërhyrje të panevojshme. Luani. Shumë mund të mundohen, por askush nuk do ja dalë t'ua destabilizoj jetën gjatë kësaj dite. Për ju të dashuruarit nuk do ketë asnjë lloj problemi. Në disa momente do kujtoni edhe disa çaste nga e shkuara juaj dhe do përhumbeni nëpër to. Sa me fat që keni ditë si partneri në krah. Ju beqarët nuk duhet ta kufizoni veten për asgjë, përkundrazi duhet ta lini sa më të lirë. Në punë do jeni shumë të matur dhe gati për të hedhur hapat e mëdha. Do e pranoni edhe një detyrë të re që ju është propozuar pak kohë më parë. Në planin financiar nuk duhet të hidhni asnjë hap pa qenë të sigurt që gjendja është e qëndrueshme. Shëndeti, ruateni energjinë, mos e shpërdoroni në gjëra të kota. Trupi ka nevojë për ritëm të qetë. Këshilla, besoni te vetja, por mos u izolojeni nga këshillat e të tjerëve. Virgjëresha. Mundohuni të mos tregoni muskujt në asnjë moment sot sepse keni për të pasur probleme shumë serioze.
Nëse keni një lidhje e sotmja do filloj mirë, por ka rrezik që pas mesditës të nisin disa debate të vogla lidhur me të ardhmen. Kujdes me çdo fjalë që do thoni. Ju beqarët do hallakateni kod dhe do humbisni disa mundësi të mira për lidhje serioze. Në punë nuk do jeni nga ata që mbyteni me një gotë ujë. Do i bëni ballë çdo sfide dhe do i kaloni ato shumë shpejt. Financat do jenë tej masë të ekuilibruara dhe gjendja do përmirësohet fal një shume të marrë nga një trashëgimi. Shëndeti, stresi mund t'ju rrisë tensionin e brendshëm. Merrni frymë më thellë dhe ecni më ngadalë. Këshilla, mos e shkatërroni qetësinë me reagime impulsive. Zgjedhni fjalët me kujdes. Peshorja. Venusi do sjellë mbështetjen e duhur në jetën tuaj sot dhe ekuilibri do mbizotërojë në çdo moment. Plutoni do jetë planeti që do ketë ndikimin më të madh për ju të dashuruarit. Ai do ju nxit të përkujdeseni më tepër për partnerin, t'ia shprehni ndjenjat atij dhe t'i përgatisni edhe ndonjë surprizë mbreslënëse. Ju beqarët nuk do keni më asnjë lloj dyshimi për hapat që doni të hidhni dhe çdo gjë do ju ndryshojë. Në punë do e arrini çdo qëllim fal komunikimit të mirë dhe durimit tuaj. As motivimi nuk do ju mungojë. Financat do arrini t'i mbani gjatë gjithë kohës të stabilizuara. Shëndeti do jetë i mirë, por duhet t'i kushtoni rëndësi pushimit dhe hidratimit që të mos lodheni më shumë se sa duhet. Këshilla e ditës, kujdesuni për ata që ju rrin afër sot. Mirësia që jepni do rikthehet shumë fish. Akrepi. Nëse keni ëndërruar për ditë të lumtura, sot do mund të përjetoni çdo gjë. Uranin do e keni në krah në çdo moment. Nëse keni një lidhje, marrëdhënia juaj me partnerin nuk do jetë në periudhën më të mirë të mundshme. Her pas here keni për të pasur edhe probleme dhe mosmarrëveshje të forta të cilat do ju ndalin për të hedhur hapa më tej. Ju beqarët do realizoni plot takime interesante dhe do jeni në mëdyshje se me cilin person do doni të vazhdoni më tej. Në punë do mbizotërojë qetësia dhe do e bëni çdo gjë sipas planeve. Për financat do jetë ditë të jetë delikate, kështu që bëni kujdes. Shëndeti, do ndiheni emocionalisht të lodhur nga tensionet, prandaj shmangni debatet e panevojshme dhe flini më shumë. Këshilla e ditës, mos nxirrni përfundime të nxituara. Shikoni thellë para se të gjykoni. Shigjetari. Gjatë kësaj dite duhet të përvishni mëngët dhe t'i bëni gjërat si duhet. Mos dëgjoni lart e poshtë, por bëni siç dini vetë. Për ju të dashuruarit do kaloni momente romantike dhe të mbushura me lumturi. Pranë partnerit do ndiheni shpesh si mbi re. Ju beqarët do keni besim tek miqtë e ngushtë dhe fal tyre do e gjeni princin e kaltër. Në punë do jeni shumë të organizuar dhe do ja dilni mban pavarësisht ngarkesës. Probleme serioze nuk keni për të pasur. Në planin financiar keni për të pasur probleme serioze nëse nuk tregoheni të kujdesshëm. Mos mendoni se gjatë gjithë jetës mund t'ja dilni vetëm duke marrë hua. Shëndeti, energjia do jetë e lartë, por lodhja mendore mund t'ju rëndojë. Bëni pushime të vogla gjatë ditës. Këshilla e ditës, mbajeni veten me këmbë në tokë dhe mos bini prej iluzioneve ekonomike. Britsjapi. Do jeni disi më të përgjegjshëm gjatë kësaj dite, megjithatë shpesh nuk do i pranoni gabimet që do bëni. Nëse keni një lidhje dhe fiksoheni pas të metave dhe pikave të dobta të partnerit tuaj do keni probleme. Duhet ta kuptoni një herë mirë që askush nuk është perfekt dhe keni për ta ndier më tepër lumturinë. Ju beqarët duhet të mendoheni gjatë para se të bëni zgjedhje në mënyrë që të mos gaboni. Në punë duhet t'i mbroni me çdo kusht të drejtat tuaja dhe nuk duhet t'i lejoni kolegët tua prishin harmoninë. Shpenzimet duhet t'i kontrolloni gjithkohës në mënyrë që gjendja të mos përkeqësohet. Shëndeti, mund të ndiheni të tensionuar. Ushtrimet e lehta dhe ecja do ju ndihmojnë të çlironi mendjen. Ujori. Urani do ju gjendet pranë gjatë kësaj dite megjithatë në shumë momente do kaloni peripeci. Bëni durim sa më shumë. Nëse keni një lidhje, marrëdhënia juaj me partnerin nuk do ketë më intensitetin që ka pasur dikur. Her pas here edhe mund të mërziteni.
Dijeni se askush nuk ka gjithë kohës një jetë të lumtur, prandaj mos u tregoni gjithmonë të pakënaqur. Ju beqarët nuk duhet t'i neglizhoni ata që do ju joshin sepse do pendoheni rënë. Në punë do dini t'i formuloni idetë që keni dhe do merrni goxha vlerësime nga miqtë tuaj. Financat do jenë goxha më të mira dhe do arrini të kryeni edhe disa shpenzime më tepër. Shëndeti, mund të keni luhatje energjie. Kujdesuni për gjumin dhe shmangni mbi ngarkesën. Këshilla e ditës, mos kërkoni përkryerjen në çdo gjë. Ngushëllohuni me të bukurën që keni. Peshqit. Gjatë kësaj dite do vlerësoheni mjaft për karakterin tuaj shprehës. Në këtë mënyrë do mund të kaloni edhe sfidat më delikate. Nëse jeni në një lidhje dhe keni probleme me partnerin tuaj, mos bëni gabim të mbyllni sytë dhe veshët e të kaloni çdo gjë, pasi nuk do mundeni kurrë të vazhdoni të qetë më tej. Ju beqarët do jeni të vendosur ta bëni për vete personin që pëlqeni dhe do ja arrini qëllimit shumë shpejt. Në punë do jeni shumë profesionist, por për të mos u lodhur duhet të bëni her pas here pushime. Në këtë mënyrë do arrini edhe më lart. Financat nuk do jenë të këqija, megjithatë mirë është t'i shmangni shpenzimet e palogjikuara. Shëndeti, do jeni në formë të mirë, por duhet të shmangni stresin dhe të kujdeseni për frymëmarrjen dhe relaksin. Këshilla e ditës, flisni hapur dhe qartë. Heshtja nuk do ju sjellë zgjidhje. Për të rejat më të fundit nga politika, bota, sporti, shobizi, horoskopi, mjekësi, automjete, dokumentare, çështje sociale, na ndiqni duke bërë subscribe. Ne do ju ofrojmë një gamë të gjerë informacionesh. Faleminderit nga stafi i personazh.